Sa shumë lumturi ka në zemrën tonë, sa lumturi dhe gëzim. Me këtë vizitë kaq të bukur që Zoti na ka lejuar që të shfrytëzojmë në ditën e sotme. Një përshëndetje për ju që jeni këtu, për ju që jeni në sallonin tjetër. Me shumë gëzim unë juftoj që të lutemi që Zoti të na shfaqet, që sot ne të jemi një erë e këndshme para fytyrës së Zotit ton, le të lutemi, t'i ofrojmë të kult. Zoti bekuar, Zoti shenjtë i qejve, ti je i madh, ti je perfekt dhe i mrekullueshëm, Zoti im. Sa lumturi që jetojmë këtë momente. Zemra jon është plot me lumturi, me plot gëzim, o Zot. Sot, Zoti im, do jemi duke u mësuar nga shpirti yt i shenjtë, ku ti çdo ditë na mëson sekretet e tua, urdhërimet e tua, mandatet e tua, sepse kjo kishe jote, o Zot. Çdo ditë kërkon perfeksionin, çdo ditë duam të drejtohemi prej teje, të jemi bashortja jote, Zot. Zoti im, të përgjërohem dhe të them që ky kult është për ty, është i joti, le ti është ti që shfaqesh, që përlëvdohesh dhe që ne ndjejmë praninë tënde në zemrat tona. Zoti shenjtë, Zoti plot fuqishëm, bekoje o Zot në mënyrë madhështore kishën tënde në të gjithë botën. Dhe na beko o Zot, qoftë vullneti yt në këtë moment, dhe të gjithë të ta kërkojmë, të lutemi, të falenderojmë në emër të birit tënd të vetëm të dashur, të birit tënd besnik Jezu Krishtit. Amen. Nder dhe lavdi Zotit ton. Për mua është një privilegj që dhe ju prezentoj me Motër Maria Luiza, e cila do të na mësoj sot. Vëllezër, ju ftoj që ta mirëpresim me një duar trokitje. Mirë se erdhe në Tampa. Mirë mbrëma, mirë dita vëllezër dhe motra, Zoti ju bekoft ju që mblidheni këtu në kishën në Tampa, dhe po ashtu ata që vizitojnë kishën këtu. Dhe po ashtu jam shumë e gëzuar që jam këtu në kishën e Tampas. Unë gjithmonë ju kujtoj gjatë gjithë kohës, mund të uleni vëllezërit dhe motrat e mi të dashur, dhe gjithashtu përshëndes me shumë përzemërsi vëllezërit që janë në sallën tjetër, ata që po më shohin tani përmes ekranit, edhe për ju një përshëndetje të përzemërt vëllezër dhe motra të dashur. Nderi dhe lavdia qofshin për Perëndin ton. Dhe duke qenë se sot do të lë shumë kohë për pyetjet e vëllezërve dhe motrave, prandaj do të lexoj një psalm shumë të shkurtër për t'u dhënë mundësi vëllezërve dhe motrave që të bëjnë pyetjet e tyre. Le të lexojmë psalmin numër 1 dhe e di që të gjithë keni përgatitur pyetjet tuaja. Gjithçka të jetë për nder dhe lavdi të Perëndis son. Ndodh vëllezër dhe motra që me raste më pyesin, më bëhen pyetje që lidhen me historinë nga Bibla, gjëra historike. Në lidhje me historinë dua t'ju them se unë nuk thellohem shumë në këtë pjesë, nuk fokusohem shumë në aspektin historik, por më shumë në pjesën doktrinale, sepse historikisht mund të ndodhë që të ngatrohesh me periudhat. Unë nuk jam shumë e mirë me datat, me emrat dhe me ato mbiemrat të pak të ndërlikuar. Unë nuk thellohem shumë në pjesën historike. Kur dikush më bën një pyetje historike, unë u them, më mirë kërkojeni ju dhe më tregoni mua pastaj çfarë ndodhi me këtë mbret, çfarë ndodhi që ishte mbret, që kur, mirë. Kështu që unë fokusohem në pjesën e doktrinës. Prandaj, nëse ndonjëherë bëj ndonjë gabim në ndonjë fakt historik, ju lutem ma falni, mos i kushtoni rëndësi, sepse ne fokusohemi te doktrina, të mësojmë se si Perëndia e drejton njeriun, si Perëndia sillet me të, si Perëndia flet, premton dhe përmbush, dhe çfarë kërkon Perëndia nga ne njerëzit ose nga besimtarët e tij, që t'i bindemi dhe që ta duam dhe të ecim përpara, dhe që të mos ndalemi shumë te kohrat, te epokat, te periudhat, sepse edhe Zoti Jezus në atë kohë i bënin pyetje dhe Zoti thoshte, po pse merreni me duke numëruar vitet, moshën, gjërat, përse? Vazhdoni ecni përpara. Mos shikoni ata shikonin gjenealogjinë
dhe fillonin të pyesin Zotin, por gjenealogjia thot këtë apo atë gjën tjetër se Mesia do të vijë nga X familje, dhe këtu thuhet se erdhi nga Y familja, atëherë ku është familja tjetër? Dhe Zoti thoshte, ju mos u merrni me gjenealogjin, se nga do të vijë Mesia. Besoni se Mesia është këtu me ju. Kjo është ajo që duhet të besoni dhe të ecni përpara, dhe jo pjesën tjetër. Dhe Zoti po ashtu u thoshte të mos shqetësoheshin për këto detaje që në fund të fundit nuk kanë shumë rëndësi. Kështu që vëllezër dhe motra do të lexojmë Psalmin 1 dhe më pas ju përgatitni pyetjet tuaja dhe vëllezërit dhe motrat që janë në sallën tjetër të përgatiten për të bërë pyetjet e tyre dhe thuhet kështu për nder dhe lavdi të Perëndisë son. Psalmi 1 i parë thot: Lum njeriu që nuk ecën sipas këshillës të pabezëve dhe që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe që nuk ulet bashkë me tallësit. Kush t'jetë vallë ky njeri? Me siguri ky njeri kishte një emër. Ne themi se i referohet Zotit ton Jezu Krisht. Por gjithashtu i referohet bijve të Perëndisë, besimtarve. Dhe në vargun 2 flitet për Zotin Jezu Krisht, siç ai tha, duhet të më imitoni mua, duhet të ndiqni hapat e mi, atë që unë bëj, ju po ashtu do ta bëni dhe do të bëni gjëra më të mëdha se këto, ju ndjekësit e mi. Prandaj, kur lexojmë psalmin, kur i referohet Zotit Jezu Krisht, i referohet edhe bijve të Perëndisë, besimtarve. Në vargun 2 thuhet se ky njeri kur nuk u ul bashkë me tallësit për të gjykuar apo për të bërë keq dikujt ose për të qenë dëshmitar i rrem, sa i kur nuk ishte pjesë e mëkatarëve në mëkatet që ata bënin, dhe as nuk ishte me njerëzit e këqinj, duke kurdisur gjëra të këqija kundër një personi tjetër, por në vargun 2 thuhet, por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit. Ai e bëri këtë, ai e përmbushi Zoti Jezus dhe na fton Zoti Jezus që ne të bëjmë të njëjtën gjë, të kënaqemi në ligjin e Perëndisë son. Dhe thot, dhe mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij dhe do që edhe ne ta bëjmë këtë. Zoti Jezu Krisht e bëri, ndjekësit e tij po ashtu duhet ta bëjnë. 3, vargu 3. Kur personi përmbush këto dy vargje, vargun 1 dhe vargun 2, atëherë ai person krahasohet, në vargun 3 krahasohet me një pemë, thot ai do të jetë si një pemë e mbjellë gjatë brigjeve të ujit. Dhe një pemë e mbjellë gjatë brigjeve të ujit, thot mëtej që jep frutin e saj në stinën e saj dhe gjethet e të cilës nuk fishken, dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Kështu që thot se kështu do të jetë ai person apo ai njeri kur të dalë përpara Zotit pa njollë, një njeri i pastër dhe i shenjtruar në zemër. Zoti Jezu Krisht ishte shembulli ynë dhe ai thot se të gjithë ndjekësit e tij gjithashtu mund të bënin të njëjtën gjë. Do të bënin të njëjtën gjë. Vargu 4 thot, megjithatë, për të këqinjt nuk është kështu. Të këqinjt nuk mund të krahasohen me një pemë që jep fryte, që është e mbjellë gjatë brigjeve të ujit, që mbetet e gjelbër gjatë gjithë vitit. Të këqinjt jo, sepse të këqinjt janë ata që mëkatojnë vazhdimisht, ata që nuk i binden Perëndisë, që i dalin kundër Perëndisë, që e ofendojnë gjithmonë atë. Ai thot të pabesët janë si byku apo si kashta që e shpërndan era, që është gjithë pjesa e thatë që mbetet pas përpunimit të grurit apo çdo drithri tjetër, kur i hiqet lëvozhga apo kashta apo byku, thot se këto i shpërndan era
Me këtë krahasohet njeriu i pabes, ai që jeton në mëkat, sepse nuk dëshiron të besojë në Perëndi, as ta doj Perëndin dhe as t'i pëlqej atij. Kështu që kënaqet me veprimet e tij të këqija. Vargu 5 thot, prandaj, të pabesët nuk do të përballojnë gjykimin, as mëkatarët që janë po vetë të këqinjt, nuk do të ngrihen në kuvendin e të drejtëve. Në librin e zbulesës flitet se një ditë pasi të ketë ndodhur gjithçka, të ketë kaluar gjithçka që Perëndia ka caktuar për botën, thuhet se një ditë Zoti do t'i kërkojë llogari njerëzve dhe do të kërkojë llogari edhe besimtarëve dhe të gjithë do të paraqiten para Zotit. Thuhet se do të jetë si një gjykatë dhe aty do të jetë gjykatësi që është Perëndia ynë. Atëherë kisha, besimtarët, të drejtët, ata që kanë bërë vullnetin e Zotit, do të jenë atje krenar, të patundur, të gëzuar, kur Zoti të jap vendimin dhe të gjykojë gjithë secilin dhe bijve të tij, pastaj t'ju jap kurorën e jetës, t'ju jap jetën e përjetshme, t'i shpërblej. Pra thot se njerëzit që bën të keqen, që nuk donin të besonin në Ungjil, nuk donin të besonin në Zot, t'i nështroheshin atij, thot se ata nuk do t'jenë pjesë e kuvendit apo mbledhjeve të kishës me besimtarët apo me bijët e Perëndis, të cilët do të marrin çmim, sepse ata do të lihen mënjan. Thuhet se kjo do të ndodhë, thuhet në vargun 6, sepse Zoti njeh rrugën e të drejtëve, por rruga e të pabezëve e atyre që bëjnë të keqen, thuhet se ata do të shkatërrohen. Është shumë e trisht, por kjo na shërben ne si mësim, si shembull që të jemi të urtë dhe të ditur, të jemi inteligjent, të zgjuar dhe të kërkojmë Perëndin. Thuhet se inteligjenca, zgjuarësia dhe urtësia është frika ndaj Zotit. Frika e Zotit është fillimi i njohjes. Kur një person ka frikë apo respekt ndaj Perëndis, beson tek ai, ky person thuhet se është inteligjent dhe i mençur, i urtë, dhe në aspektet e tjera të jetës dhe të veprimeve, Perëndia do t'jap mbarësi, do të ndihmojë, kështu që për nder dhe lavdi të Perëndisë son, ne reflektuam në Psalmin 1, duke besuar dhe duke shpresuar se Perëndia do të na ndihmojë të jetojmë duke bërë atë që është e drejtë, atë që është e mirë, për të qenë njerëz të drejtë. Dhe të thuhet dhe Perëndia të thotë lum ky person, lum është luma i person sepse bëri atë që ishte e drejtë përpara Zotit. Perëndia na pas gjithmonë në praninë e tij. Deri dhe lavdia qofshin për Perëndin ton, dhe tani po le të fillojmë me pyetjet në këtë pasdite. Mirëdita motër, Zot ju bekoft, dhe nëse më lejoni kam një pyetje nga Bibla. Po vlla. Është në kapitullin e parë të Lukës. Në librin e Lukës, kapitulli i parë, po. Nga vargu i 5 deri në vargun e 7, dhe e dyta është nga vargu i 11 deri në vargun e 16. Në Ungjillin sipas Lukës 1, nga vargu 5 deri në vargun 17. Vargu i 5 deri në vargun e 16. Nga vargu 5 deri në 16. Po. Atëherë në vargun e 5 thot: Në ditën e Herodit, mbretit të Judes, ishte një prift me emër Zakaria, nga rendi i Abias. Gruaja e tij ishte nga pasardhëse e Aronit dhe quhej Elizabet, dhe që të dy ishin të drejtë në sytë e Perëndis, duke ecur pa tëmet në të gjitha urdhërimet dhe ligjet e Zotit. Por nuk kishin fëmijë, sepse Elizabeta ishte shterp, dhe të dy ishin të kaluar në moshë. Atëherë një ëngjëll i Zotit ju shfaq duke qëndruar në këmbë në të djathtën e altarit të Temjanit. Zakaria kur e pa, u trondit dhe e zuri frika. Por ëngjëlli tha:
mos u trëm Zakaria, sepse lutja jote u plotësua, dhe gruaja jote Elizabeta do të lindë një djalë, të cilin do t'ia vësh emrin Gjon. Dhe ai do t'jetë për ty shkak gëzimi dhe hare, dhe shumë vetë do të gëzohen për lindjen e tij, sepse ai do t'jetë i madh përpara Zotit, nuk do të pijë as verë, as pije dehëse, dhe do të mbushet me frymën e shenjtë që në barkun e Samës, dhe do t'i kthej shumë prej bijve të Izraelit te Zoti, Perëndia e tyre. Kështu që pyetja ime, motra, është konkretisht në vargun e 6 dhe në vargun e 15 ku thotë që të dy ishin të drejtë në sytë e Perëndis, duke ecur pa tëmet me të gjitha urdhërimet dhe ligjet e Zotit. Dhe në vargun e 15 thotë, sepse ai do të jetë i madh përpara Zotit, nuk do të pijë as verë, as pije dehëse, dhe do të mbushet me frymën e shenjtë që në barkun e Samës. Atëherë pyetja ime është, motër, nëse një çift vëllezërish të martuar nga kisha, nëse ndjekin Zotin me gjithë zemër, nëse janë të drejtë dhe të paqortueshëm, dhe nëse ndjekin Zotin, Perëndin ton, me gjithë zemër, nëse edhe fëmijët e tyre, veçanërisht pasardhësit e tyre, do të vinë me shumë fuqi nga Zoti, ose më shumë të mbushur me frymën e shenjtë si bekimet e Perëndis, duke marrë parasysh nga çfarë kemi mësuar në studimet tuaja të mëparshme biblike. Dhe siç tha vetë vllai në Angli, vllai Mauricio, se ka shumë mallkime brezash, por nuk do të fokusohem tek mallkimet, do të fokusohem në bekimet e brezave. Dhe nëse ky brez do të bekohet nga Zoti, pasi që ajo martesë kërkon Zotin me gjithë zemër, dhe nëse i mëson brezit, gjithashtu të kërkoj Zotin. Që të ndodhë diçka e tillë në ndonjë çift ku vërtet të dy janë të pamet para Perëndis, kjo është diçka që e vendos Zoti, ai vendos se si sillet me njerëzit. Ne nuk mund të themi se po do të ndodhin gjërat një lloj si këtu, sepse kjo ndodhi këtu me lindjen e Gjonit. Kjo ishte brenda planit që Zoti kishte, planit të shpëtimit, dhe Zoti i kishte zemrat e atyre të përgatitura paraprakisht në mënyrë që ata të fitonin atë bekim ose të kishin atë privilegj të qenurit prindër të profetit Gjon, i cili do të ishte profeti i fundit i dhjatës së vjetër, ose profeti i fundit që do të profetizonte lidhur me Mesian, lidhur me shpëtimtarin. Perëndia zgjodhi këtë familje, dhe sot në ungjillin e Zotit, Zoti na mëson se të gjithë ne duhet të ecim në shenjtëri dhe në drejtësi, sepse Zoti do të formoj kishën e tij, dhe kisha e tij thot se ajo përbëhet ose formohet nga burra dhe gra, që jetojnë një jetë të drejtë dhe të shenjtë që vetëm Zoti e di se kush janë ata. Dhe ata janë ata që përbëjnë kishën ose trupin e Krishtit Jezus. Sot, ne nuk do të presim që të ketë një çift të jashtëzakonshëm këtu, të ngjashëm me këtë që u ndodhi prindërve të Gjonit, pakzorit, sepse Perëndia na kërkon të gjithëve. Kjo është ajo që kërkon nga të gjithë njerëzit Perëndia, që të gjithë të përpiqen të sforcohen, sepse të gjithë duhet të jetojnë një jetë të shenjtë, të përsosur përpara Zotit. Nëse është një çift që të dy që Perëndia i ndihmon të jetojnë një jetë të shenjtë, kjo është diçka shumë e bukur. Ky është një bekim shumë i madh i dhënë nga Perëndia. Por kjo nuk do të thotë se duke qenë ata kështu, edhe fëmijët e tyre do të kenë atë bekim të madh. Jo. Sepse në Ungjill çdo njeri duhet të jap llogari Zotit, Perëndis, dhe çdo njeri merr një vendim në jetë, të vazhdoj apo të mos vazhdoj, të jetë i përsosur apo jo, të bindet apo jo Perëndis, të besoj tek ai ose jo. Dhe prandaj ne nuk mund të presim që të ndiqen këto rregulla siç ndodhi këtu, sepse kjo ishte një thirrje për Gjonin
nuk do të lindin më gjon të tjerë, ishte vetëm një, dhe prandaj Perëndia përgatiti këtë çift. Por e përsëris, për ne sot në Ungjil kjo nuk është vetëm për çiftin, por për gjithë familjen. Perëndia do të dëshiroj ose dëshiron Perëndia që të gjithë të ndjekin rrugën e Zotit dhe ta duan atë. Dhe secili prej nesh sot lufton, sepse sot është diçka individuale. Çdo burr dhe çdo grua lufton për jetën e tij apo të saj shpirtërore, për jetën e përjetshme, dhe secili përpiqet të jap shembull dhe dëshmi të mirë në jetën bashkëshortore, në familje, para partnerit, partneres, fëmijëve apo kujdo qoftë. Kjo është lufta. Prandaj sot në Ungjil gjërat janë ndryshe, shumë ndryshe nga ajo që ndodhi këtu me prindrit e Gjon Pagzorit. Zoti kishte ata të përzgjedhur, e kishte bërë atë thirrje, siç zgjodhi edhe Marien, që prej saj të lindte Mesia. Edhe ky një privilegj tjetër, një tjetër plan i Zotit, nuk ishte sepse ajo ose familja e saj ishin të përsosur, por ajo gjeti hir para Perëndis dhe për këtë arsye Perëndia e zgjodhi atë. Në mënyrë që Zoti, siç thuhet, ai u bë mish për të qenë mes njerëzve, ai duhet i bënte gjërat sipas mënyrës që ai vetë kishte vendosur që ishte se duhet të lindte nga një grua. Kjo ishte ajo që ndodhi. Kështu që këto janë ato që Perëndia bën, dhe sa herë që ne lexojmë Biblën, ne kuptojmë më shumë, gjithnjë e më shumë, dhe ne vendosemi aty ku është më e mira për ne, ku na leverdis dhe na takon të vendosemi këtu në jetën tonë shpirtërore, në vendin ku jemi, për të vazhduar për të ecur përpara, për ta dashur Perëndin ton, për ta përlëvduar dhe për të lutur. Dhe në këtë mënyrë të kemi inteligjencën, njohurinë, diturinë, urtësinë në të gjitha aspektet për t'u drejtuar Perëndis, dhe që Zoti të ndihet krenar për ne për mënyrën se si e kuptojmë rrugën e tij, fjalën e tij, që të mos e shtrëmbrojmë, të mos i japim kuptime sipas dëshirës son, mënyrës son apo kapriços, por gjithçka të jetë sipas vullnetit të tij. Kjo është jeta jon. Kështu që vazhdojmë tutje me një pyetje tjetër nga salla tjetër, një pyetje. Mirdita motër, është një lumturi e madhe për mua të kem privilegjin të drejtohem mbretëreshës son të dashur. Në librin e parë të Korintasve, kapitulli 14, do të lexoj vargun 1 dhe 3. Libri i parë i Korintasve 14, po. Kërkoni dashurinë dhe lypni me zemër të zjarrt dhuntit frymërore, por sidomos që të mund të profetizoni, sepse ai që profetizon u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje e për dëllim. Motër Maria Luisa, e dim se nuk rekomandohet të merret profeci gjatë gjithë kohës, por çfarë ndodh kur nuk dëgjojmë kurrë profeci, kur kalojnë vitet dhe nuk marrim atë ndërtim, atë qortim apo atë ngushëllim? Pasi nëpërmjet profecisë dim se Zoti na ndrejsh, na mëson dhe gjithashtu zgjon ndërgjegjen tonë. Motër, nëse unë e di se më mungon akoma të rritem shpirtërisht dhe nga ana njerëzore për të pëlqyer Zotit, çfarë dëmi po i bëjmë vetes duke mos marrë kurrë profeci nga frika se çfarë mund të na thotë Zoti? A mund të ngatrohemi duke menduar se jemi tashmë shumë të mençur dhe se nuk kemi nevojë për profeci, duke e ditur se ende nuk i kemi përmbushur ato kërkesa për të shërbyer Zotit? Faleminderit motër për përgjigjen tuaj. Mirë motër, kuptoj se po thoni se ka njerëz që nuk duan të dëgjojnë profeci sepse nuk duan. Gjithashtu thonë edhe sepse i ndalojnë që të dëgjojnë, se përse të dëgjojnë kaq shumë profeci, janë këto dy pika. Kur u thuhet disa njerëzve që të mos dëgjojnë shumë profeci, është me siguri sepse ata kanë parë në kishë, në mbledhjet e kishës, se personi dëgjon vazhdimisht profeci ose çdo ditë. Nuk është gjë e keqe, kjo nuk është gjë e keqe. Mua më kujtohet se kur filloi kisha, kur ne filluam, çdo ditë dëgjonin profeci, çdo ditë profeci, isha unë ajo që profetizoja.
nuk kishte kush të më profetizonte mua, prandaj unë jepja profeci çdo ditë, por kur dikush mori dhuntin e profecisë, unë gjithashtu shfrytëzoja mundësinë, i thoja më profetizoj dhe mua. Është kaq gjë e bukur të dëgjosh profeci, mirë po të dëgjosh profeci në të cilën tjetë me të vërtet fryma e shenjtë që flet, apo jo? Unë kam thënë se profecia e përsosur, cila është profecia e përsosur? Kur është fryma e shenjtë ai që flet. Kjo është profecia e përsosur. Nuk ka të bëjë me numrin e fjalëve, as me gjërat që thuhen. Profecia e përsosur është kur fryma e shenjtë me të vërtet flet. Edhe nëse janë 2 apo 3 fjalë, kjo është profecia e përsosur dhe kjo është ajo që ne dëshirojmë, kërkojmë, presim dhe ajo që Perëndia dëshiron të na japë. Nuk është gjë e keqe që ju të dëgjoni profeci vazhdimisht. Dhe nëse nuk ju pëlqen, sepse gjithashtu flet për dikë që nuk i pëlqen, që t'i japin profeci dhe ajo thot, a nuk i mungon dëgjimi i profecisë atij personi, që me anë të profecisë personi të ndërtohet, ose që Perëndia t'ju mësoj, ose që Perëndia t'ju jap urdhra, ose t'ju ngushëlloj nëse po kaloni probleme, vuajtje. Të gjitha këto janë të nevojshme. Kur njerëzit janë të rinj në kishë, atyre ju pëlqen shumë që t'ju profetizojnë, ashtu siç ndodhi me mua. Vetëm se në atë kohë ishin pak njerëz dhe në kishë dhe kishte kohë, por kur kisha është e madhe, ka shumë njerëz, është pak më e vështirë të mund të dëgjoni profeci vazhdimisht, sepse nuk ka kohë për t'u dhënë profeci të gjithëve. Kështu që shumë njerëz mbeten pa dëgjuar profeci. Nëse ndonjë prej jush ka shumë kohë pa dëgjuar profeci, flisni me pastorin dhe i thoni vëlla, unë për shkak të kohës, për shkak të punës, nuk mund të vi çdo ditë në kishë, ose për shkak të fëmijëve, çfarëdo qoftë arsyeja, dhe u bën 2 vite, 3 vite apo 4 vite që nuk dëgjoj profeci. Nëse mund të më ndihmoni që dikush të më jap profeci. Kjo është. Pyesni, sepse duhet të konsiderojmë faktin se ka shumë njerëz dhe ata që profetizojnë nuk e kanë parasysh se kujt i kanë dhënë profeci dhe kujt nuk i kanë dhënë, prandaj ne duhet të kërkojmë. Të kërkojmë kur ndjejmë se kemi nevojë për të dëgjuar. Kur ndonjë ndjen se nuk ka nevojë, është në rregull, por unë mendoj se po ndonjëherë duhet që Perëndia të na ngushëllojë, sidomos kur ka sëmundje, vuajtje, kur ka shumë probleme, shumë mundime në jetën familjare, prandaj na duhet ngushëllimi i Perëndisë. Ka edhe një përparësi në disa vëllezër dhe motra që profetizojnë, sepse Perëndia u flet nëpërmjet vetes së tyre. Mua Zoti më flet nëpërmjet vetes sime. Prandaj unë ngushëllohem vazhdimisht. Ndoshta kjo ndodh sepse unë nuk kërkoj që të më japin profeci, sepse kur unë lutem Zoti më flet dhe kjo më mjafton. Kështu që unë po ashtu u mësoj vëllezërve dhe motrave që profetizojnë që kur të luten, të japin liri frymës së shenjtë që Zoti t'u flas dhe po ashtu t'u ngushëlloj. Por duhet të jemi të urtë, të ditur, të kujdesshëm, sepse të kemi parasysh se kemi një armik të madh dhe ky armik mund të vijë kundër disa personave që nuk kanë pjekuri shpirtërore, që nuk kanë aftësi të kuptojnë profecitë, që ti ekzaminojnë, ti analizojnë për të parë nëse është Perëndia ai që po flet apo është një frymë gënjeshtare. Kështu që armiku që kemi dërgon po ashtu frymra të ligë për të ngatruar vëllezërit dhe motrat, ata që janë të dobët, po flas për ata që janë të papjekur në aspektin shpirtëror, që akoma nuk e kuptojnë, akoma nuk mund të dallojnë, prandaj dhe lejojnë që të mashtrohen dhe kjo është e rrezikshme. Nëse ndonjëri prej jush ndihet i ngatruar, i konfuzuar ose ngatruar ndonjë nga këto ditë nga profecitë që ju vetë keni dhënë apo që dikush tjetër ju ka dhënë, është mirë që ju të flisni me pastorin
Po, me pastori është personi më i përshtatshëm dhe i tregoni në mënyrë që ai t'ju orientoj dhe djallit mos vit t'ju mashtroj, sepse kujtoni se kemi një armik që gjithmonë kërkon të na mashtroj. Por, nëse lëmë njanë armikun, nuk është gjë e keqe që ju të kërkoni profeci shpesh, që t'ju japin profeci, por nëse nuk ndodh kjo, është sepse nuk ka kohë, sepse ka shumë njerëz, kështu që kërkoni që t'ju japin profeci. Mirë, këtu motra lexoj kur apostulli thoshte se duhet të kërkoni dhuntit frymërore, sepse dhuntit frymërore janë ato që bëjnë që kisha të rritet. Që njerëzit të vinë në kish janë pra dhuntit frymërore. Përvojat që unë kam përjetuar në fillim, kur unë njoha Biblën, kur unë fillimisht njoha gjërat e Perëndis, unë shkova në fillim në një kishë ungjëllore, dhe në kishën ungjëllore qëndrova diku te 7 vjet. Dhe ishin kisha të vogla, 7 vjet, dhe kishte kisha ku maksimumi i besimtarve në kishë ishte 40 persona. Kisha që burri im drejtonte kishte 8 persona. Prandaj ato e kritikonin, e qortonin mbikëqyrësit, dhe i thoshin se ai nuk ishte i dobishëm, se kisha ishte e vogël, se kisha nuk po rritej, dhe unë shikoja që ata u flisnin njerëzve, ftonin fëmijë që të vinin dhe nuk vinte askush. Por kur Zoti pas 7 viteve filloi dhe më dha gjërat shpirtërore, kur filloi të na fliste, të na bënte ato premtime kaq të bukura se do të na përdorte, sepse do të formonte një kishë shumë të madhe dhe sa i do të ishte me ne, unë u mbusha me gëzim dhe lumturi, megjithse unë nuk e kuptoja se çfarë ishte profecia, sepse kur nuk kisha dëgjuar për profeci, në kishën ungjëllore nuk jepnin profeci dhe as nuk vendosnin duart, dhe pavarësisht kësaj kur Zoti përdori disa motra që ishin nga një kishë ungjëllore, për ato e bënin këtë në shtëpinë e tyre, duke u lutur fshehurazi nga pastorët, sepse pastori i ndalonte, por ato kishin dhuntin e profecisë dhe gjithçka që ato na thanë, pam se ishte e vërteta, unë besova se ishte Perëndia ai që fliste nëpërmjet tyre, edhe pse unë dëgjoja kritika ndaj këtyre personave që i kritikonin, sa që flisnin nuk vinte nga Perëndia, unë thash, unë e dua Perëndin, besoj në Zot, besoj se Perëndia më foli përmes tyre, nuk më duhej nëse ato nuk ishin të sinqerta, o nëse Zoti nuk ishte me to, por unë e di që Perëndia i përdori ato për mua. Këtë mendoja, pavarësisht se në atë periudhë unë isha një adoleshente, unë besova se me të vërtet ishte Perëndia ai që po më fliste, kështu që ato premtime që Perëndia na bëri, se do të na përdorte dhe do të kishte shumë njerëz, unë mendoja se shumë njerëz ishin 100 persona. Për mua shumë njerëz ishin 100 persona, por kur Perëndia më dha dhuntin e profecisë dhe fillova t'ju jepja profeci njerëzve dhe ata që ndronin në kishë dhe filloi kisha të rritej, atëherë kuptova, mësova që rritjen e kishës e jep vetë Perëndia, se fryma e shenjtë me mënyrën se si ai shfaqet në kishë është ai që bën që të rritet kisha, sepse më vonë kisha filloi të rritej dhe unë e falenderoj Perëndin sepse ai na ka mbështetur dhe na ka përkrahur dhe na ka ndihmuar të vazhdojmë të ecim përpara dhe të qëndrojmë në mes të shumë përndjekjesh nga djalli. Sepse djalli ka përndjekur shumë kishën, na ka përndjekur shumë, por Perëndia na ka mbështetur dhe kisha vazhdon dhe rritet, aq shumë sa që liderët e kishave të tjera ungjëllore e admirojnë këtë dhe na pyesin se ne si ja bëjmë për të pasur njerëz në mbledhjet e kishës. Na thonë se ata bëjnë programe, bëjnë shumë gjëra për të argëtuar njerëzit, për t'i tërhequr, për t'i mbajtur atje, dhe asgjë nuk funksionon. Njerëzit nuk u nënshtrohen, hasin probleme, njerëzit krijojnë grupe dhe askush nuk respekton, askush nuk u bindet dhe ata thonë ju si e bëni këtë. Ti si e bën këtë, më pyesin. Më pyesin se si ja bëj unë që
mira predikues më binden, apo më nështrohen mua. Kjo është ajo që ata shohin pjesa materiale. Por besoni ju se kjo është kështu, se mira predikues do t'i nështrohen Maria Luisës? Kjo nuk është kështu. Kujt po ju nështrohen? Frymës së shenjtë. Frymës së shenjtë. Sepse është fryma e shenjtë ai që është në të gjitha kishat, në të gjitha mbledhjet e kishës, duke i folur njëri tjetrit, duke i folur zemrës së gjithë secilit, në ëndrat që gjithë secili ka, në vegimet, në mendimet e njerëzve, në zbulesat që njerëzit kanë. Fryma e shenjtë është ai që na bind, apo jo? Kështu që Maria Luisa nuk duhet të bëj asgjë. Ajo vetëm duhet të dojë Perëndin. Maria Luisa duhet të dojë Perëndin dhe të jetë e sinqertë. Kjo është e gjitha. Asgjë tjetër. Fryma e shenjtë është ai që çdo njeri prej jush ju mban aty. Kujtoj një herë diçka që ndodhi me një person në kish, sa po kishte filluar kisha e Zotit, Zoti i bëri një thirrje një familjeje dhe i tha, ejani këtu, qëndroni këtu dhe unë do t'ju bekoj. Dhe ai person thoshte jo. Burri thoshte jo sepse ai duke qenë se ishte muzikant, luante kitar dhe këndonte. Ai thoshte jo sepse atje në kishën ungjëllore e vendosnin për të kënduar me një grup, dhe se ai këtë donte, të këndonte që njerëzit ta dëgjonin dhe ta duartrokisnin. Kështu që ai nuk donte t'i nështrohej vullnetit të Zotit, dhe Zoti një ditë dha një zbulesë. Dhe tha, X person, unë do ta sjell në kishë dhe personi që Zoti dha këtë vegim, pa në vegim se si Zoti e merrte personin nga floku, nga koka, dhe ngrinte lart dhe i thoshte ti nuk do, por unë do të sjell këtu. Dhe sa ai duhet të qëndronte me ne, me grupin ton. Dhe këtë bëri Zoti, e solli nga flokët dhe bëri që ti nështrohej. Zoti bëri që ti nështrohej vullnetit të tij, dhe Zoti tregoi këtë në vegim, duke thënë se kështu e mori, se këtu duhet të ishte. Dhe ati ju desh t'i nështrohej vullnetit të Zotit, nështrimi. Askush nuk mund t'i nështrohet Maria Luisës, por frymës së shenjtë. Dhe shumë njerëz, shumë persona thoshin, unë do të shkoj në një vend tjetër, në një kishë tjetër, unë çfarë të bëj atje me Maria Luisën atje që nuk më pëlqen. Kështu fillonin të thoshin, jo, Maria Luisa nuk më pëlqen, ndaj unë do të iki në X vend, por nga atje Zoti i sillte. I sillte të përullur, vinin duke qartë, duke kërkuar falje, duke na treguar ato që kishin menduar, ato që kishin thënë, vinin të penduar. Zoti i sillte. Dhe kështu kanë ndodhur gjërat në jetë të gjithë këto vite. Zoti ka që bukur duke sjell njerëzit e tij që ai ka caktuar për t'u dhënë jetën e përjetshme. Prandaj kush është ai që i nënshtroi? Zoti. Kështu që kur liderët dhe njerëzit nga kishat ungjëllore që na pyesin si ja bëjmë, jo, por është fryma e shenjtë. Është Zoti ne jo. Zoti të gjithëve na ka nënshtruar në regjimin e tij. Lavdia dhe nderi qofshin për Perëndin ton. Ndihem kaq krenare. Unë mendoj, reflektoj, sot kisha është shumë e madhe, ka shumë vende ku janë 3.000 besimtar që mblidhen në çdo kult, 5.000 besimtar. Kjo më mbush me krenari në Zot. Perëndia e foli. Perëndia bëri premtimet. Dhe unë shoh ata njerëz aty që kërkojnë Perëndin pa pasur vështirësi, pa u ofruar asgjë, pa u thënë njerëzve ejani se unë do t'ju ofroj X gjë që të rrini këtu, asgjë. Asgjë nuk ju ofrohet. Dhe njerëzit, Zoti bën që të dashurohen me të dhe ai i sjell. Dhe mendoj për këtë dhe admiroj veprën e Perëndis dhe falenderoj Zotin për përmbushjen e atyre premtimeve të tij, kur ai fliste për një kishë kaq të madhe, kur ai fliste për vende, madje edhe për tempull që do t'i blinim. Thoshte se do të bliheshin shumë tempull, shumë vende ku të mblidhej kisha. Zoti fliste në atë kohë kur filluam dhe kur kishim vetëm një tempull të vogël, dhe Zoti thoshte, duke folur për Kolumbinë në kryeqytet në Bogota, thoshte këtu në Bogota në kryeqytet do të ketë një kishë në çdo lagje ose në çdo zonë, siç quhet në vende të ndryshme, do të ketë nga një kishë. Dhe sot, në ditët e sotme në Bogota, në qytet ka 30 kisha.
Dhe përreth qytetit, të gjithë ato fshatra rreth Bogotas, në çdo vend ka nga një kishë. Mund të themi tani se ka rreth 50 kisha në Bogota dhe në lagjet përreth, që tani po bëhen lagje të vetë qytetit, po bëhen pjesë e qytetit për shkak të zgjerimit. Dhe unë dëgjoj këtë dhe them, kjo është ajo që Perëndia tha, sa i bukur Perëndia ynë, se si ai përmbush fjalën e tij. Kur Perëndia juve ju premton se do t'ju bekoj, se do të bëj këtë apo atë, ju mos dyshoni. Sigurisht që ju duhet jeni të sigurt që ishte fryma e shenjtë ai që ju foli. Dhe kur jeni të sigurt se fryma e shenjtë ishte ai që foli, kur mos dyshoni dhe besoni, sepse Perëndia flet dhe përmbush. Dhe unë jap lavdin dhe nderin Perëndisë son për këtë. Vazhdoj mëtej me pyetjet. Emocionohem kur flas për Zotin. Me raste më vjen të nis të tregoj atë që kam shkruar në librin e përjetimeve, sepse është kaq e bukur. Vazhdojmë më tutje. Po vëlla. Mirë mbrëma motër. Unë kam një pyetje që ka të bëj me jetën time shpirtërore të mëparshme dhe një dëshmi se si Zoti më ndryshoi nëse ju më lejoni. Po vëlla. Kur unë erdha në kish para 6 vitesh gjysmë, unë kisha 2 pengesa. E para ishte vllai Cezar, të cilin nuk e pëlqeja, dhe gjithashtu edhe ju nuk më pëlqenit. A, ju nuk ju pëlqeja? Nuk më pëlqeje fare, motër. Nuk më pëlqeje pas një lloj arsyeje. Çfarë lajmi po më jep një vëlla? Pas një arsye, thot vllai. Zoti filloi të më çlironte nëpërmjet një studimi biblik, dhe Zoti 2 herë më tha në profeci që të harroja drejtuesit e kishës, por të vazhdoja të merja pjesë në studimin biblike. Dhe një ditë në studim biblik ndjeja sikur dikush më tërhiqte nga këmbët dhe Zoti më çliroi nga një trishtim i madh që ndjeja. Erdhi pandemia dhe Zoti më tha 3 eksperjenca shpirtërore me ju. Ju ishi duke dhënë mësimin e ekzistencës së djallit, dhe unë hyra brenda në këtë mësim, në këtë kult, dhe Zoti më rikujtoi një ëndër që unë kisha pasur, dhe kur ti përmende fjalët e gjarprit antik, ëndra mbaroi. Dhe ju po lutesh aty live, dhe unë po lutesh në një moment, dhe Zoti më tha, do vi profecia, dhe 2 minuta më pas ju fillua të profetizonit. Më ndodhi e njëjta gjë në kongregacion, në kish, dhe unë lutesha Zotit që askush të mos më gënjente, që unë mos të ndjesha i mashtruar, sepse unë kisha dëgjuar që shumë herë kur ti mëson që kur një flasin zemrës tonë mund të jemi duke u mashtruar, dhe Zoti më përsëriti njëjtën eksperiencë që më dha në kish. Nëse Zoti me mua ka patur këtë mëshirë, që jam thjesht një besimtar, kur ju erdhët për herë të parë para 6 vitesh, hera parë që unë isha në kish, atëherë kur nuk të pëlqeja fare, Zoti më tha, unë atë moment mendova një pyetje, se si Zoti do shfaqej me ty para se të kishe frymën e shenjtë, para se ti të ishe profetesh, sepse nëse Zoti më foli mua me kaq shumë dashuri, si do të ndodhi me ty. Unë besoj që asnjëherë ti nuk e mbaron këtë komunikim me Zotin, dhe do pëlqente shumë të ndaj eksperiencën me ne. A, por ju e pat këtë ëndër, apo ju bënit atë pyetje? Jo, këtë pyetje unë ja bëra vetes time. Po, t'ju tregoj përjetimet e mia para se të niste gjithçka, para se të njih ato motra. Që të na tregosh eksperiencën përpara, dhe Zoti më tha që t'ja bëje këtë pyetje. Mirë. Në këtë rast është e shkurtër dëshmia. Para se motrat, profeteshat të na jepnin zbulesat, unë pata një ëndër kur isha afërsisht 8 vjeçe, nuk e mbaj mend sakt, ndoshta 7 ose 8 vjeçe, kur pash atë ëndër me Zotin Jezu Krisht. Them se
se isha 7 apo 8 vjeçe sepse kujtoj se isha në klasën e 3 fillore. Kështu që unë ndroja si kur ishte fundi i botës. Së pari, unë nuk e dija se ekzistonin besimet të tjera fetare. Mendoja se feja e vetme ishte feja katolike, sepse ne na çonin gjithmonë në kishën katolike, në mesh dhe të gjitha aktivitetet e kishës katolike. Kështu që mendoja se ai ishte besimi vetëm fetar. Kur pash këtë ëndër, pash se ishte fundi i botës dhe në kishën katolike nuk u mësohen këto gjëra, por pavarësisht kësaj këtë ndrova dhe pash se ishin dy male me kufoma, ishin trupa të vdekur, 2 male me kufoma, me trupa të vdekur njerëzish. Dhe atje ishte Zoti Jezu Krisht, unë e dija që ishte Zoti Jezu Krisht, ai ishte i veshur me tunikë të bardhë, me sandale dhe kishte një kuror kështu, dhe unë isha aty, ai po zgjidhte shpirtrat për në ferr dhe për në parajs. Unë shija se si ai merrte një trup nga krahu, një trup të vdekur dhe thoshte ky për në ferr, tjetri për në parajs, dhe ai filloi të zgjidhte shpirtrat dhe unë isha aty duke e parë. Kur ai më pa, më foli dhe më tha, ndihmom të zgjedh shpirtrat për mbretërinë. Dhe unë i thash, po Zot, do të ndihmoj. Dhe i thash edhe diçka tjetër që po e mbaj për vete, dhe kështu bëm një marrëveshje me Perëndin, me Zotin. Fillova ta bëja këtë dhe të dërgoja gjithë shpirtrat në parajs. Unë nuk dërgova asnjë në ferr, të gjitha në qell, në parajs, dhe Zoti nuk e vinte re ose thjesht nuk më thoshte asgjë. Kjo ishte ëndra që pash. Dhe kjo ëndër më bëri përshtypje, më preku, pavarësisht moshës, më mbeti në mendje. Ja tregova një familjareje me të cilin jetoja, unë jetoja me tezën time. Ajo më tha se kjo është një ëndër shumë e bukur dhe kaq, aty mbeti. Më vonë kur unë shkova për herë të parë në një kishë ungjëllore, isha 16 vjeç, në kishën ungjëllore, u tregova ëndrrën personave të kishës ungjëllore, u thash se kisha parë këtë ëndër, dhe personi atje më tha, kjo është një ëndër shumë e bukur dhe kjo është një thirrje. Kjo nuk kupton një thirrje nga Perëndia, asgjë më shumë. Kjo është ajo që ndodhi. Pas kësaj, atëherë unë nisa të kisha përjetimet dhe të kisha të bëja më shumë me personat e kishës ungjëllore, dhe takova atëherë 2 motra që ishin profetesha, por në kishat e tyre nuk u lejonin të profetizonin sepse pastorët thoshin se ato që ato kishin ishte nga djalli, nuk i lejonin, kështu që ato profetizonin në shtëpinë e tyre me miqt, me njerëzit më të afërm, që venin tek ato për të marrë zbulesa nga Zoti. Dhe midis këtyre njerëzve isha unë aty, bashkë me pjesëtar të familjes sime, ishim aty duke marrë zbulesat, premtimet e Perëndis, dhe atëherë Zoti më konfirmoi se ai më kishte bërë një thirrje, se ai më kishte zgjedhur, se ai do të më përdorte dhe unë do t'ju predikoja shumë njerëzve, se ai do të më jepte të gjitha dhuntitë frymërore. Ishte ky premtimi i Zotit që u bë realitet. 7 vjet më vonë, pas atyre zbulesave me ato motra, diku të 7 vjet më vonë, Perëndia më dha mua dhuntitë frymërore, dhe që aty fillova të ndiqja këtë rrugë të mrekullueshme, shumë të bukur, dhe të shoh gjërat që shohim sot. Zoti filloi të më përdorte, më përdori edhe mua në profeci për të thënë se ai do të formonte një kishë shumë të madhe në Kolumbi dhe në gjithë botën, dhe se ai do të kujdesej të sillte njerëzit në kishë, se ai do të kujdesej që njerëzit të ktheshin tek ai, dhe për më tepër ai do të na jepte mjaftueshëm para për të udhëtuar në mbar botën, që kisha të rritej dhe të ishte në gjithë botën. Na thoshte se ai do të jepte gjithçka. Dhe ashtu ka ndodhur me të vërtet. Perëndia ka shumë fishuar të gjitha, Perëndia shumë fishon parat, shumë fishon gjithçka, sepse vëllezërve dhe motrave në kish kur nuk u kërkohet ndonjë kontribut shtesë për asgjë, dhe Perëndia shumë fishon gjithçka, Perëndia bekon.
Kështu që kjo është përmbushur dhe tani në 70 apo 80 vende ndodhet kisha dhe kudo është fryma e shenjtë duke folur të njëjtën gjë dhe Zoti po e mbështet kishën e tij dhe kjo është e mrekullueshme, kjo është gjëja e bukur, ashtu siç thash më parë ndihem kaq krenare që i përkas kësaj vepre të Zotit. Mirë, kjo është dëshmia ime vëlla. Mirë, shpresoj që tani ju pëlqej. Mirë, vazhdojmë. Motër Maria Luisa, Zoti ju bekoft, dua të them se jam shumë e lumtur që ju mund të vini këtu në Tampa për të na vizituar me premtimin e Zotit dhe pyetja ime është në kapitullin 35 të Isaias, vargu i 8. Isaias 35, vargu 8. Pakës shpejt që vëllezërit dhe motrat të kërkojnë që po ashtu dhe ata të lexojnë vargun. Këtu flitet për të ardhmen e kishës, sepse Isaia ishte profet i popullit të antikitetit të skaluarës dhe Perëndia fliste për të ardhmen, për ardhjen e Mesias shpëtimtarit. Po motër, lexoni. Aty do të jetë rruga kryesore, një rrugë që do të quhet rruga e shenjtë. Asnjë papastër nuk do të kalojë nëpër të. Ajo do të jetë vetëm për ata që ndjekin dhe mendje shkurtrit nuk do të mund të humbasen. Motër, ky varg është kaq i thellë dhe është një premtim shumë i bukur për të gjithë ne dhe ata që aspirojnë të jenë në këtë rrugë të shenjtë. Dhe pyetja ime është në thellësinë e këtij premtimi që shohim motër që shumë herë duam dhe luftojmë për bekimet tona shpirtërore, por ne mund të jemi të ngath motër, por Zoti na premton se nuk do të divejojmë. Dhe unë doja që ju të hyni në këtë varg pak më shumë dhe gjithashtu sepse ka disa raste kur ne nuk mund të arrijmë këto premtime që Zoti ka shkruar këtu për kishën e tij dhe është që të mos devijojmë. Zoti të bekoft motër. Mirë, kjo është ajo për të cilën ne po luftojmë, që të jemi pjesë e kishës së Zotit ton Jezu Krisht. Kisha e Zotit Jezu Krisht është trupi i tij. Ai është koka dhe kisha është trupi. Kështu që kur thuhet këtu, aty do të jetë rruga kryesore, një rrugë që quhet rruga e shenjtë. Kjo i referohet kishës. Kishës në përgjithësi të përbërë nga burra dhe gra të cilëve Perëndia u ka dhënë titullin bi të Perëndisë. Cilët janë ata nuk e dim, ne aspirojmë, synojmë të jemi. Po aspirojmë të jemi bi të Perëndisë. Dhe të aspirosh nuk do të thot vetëm ta dëshirosh, por të mundohesh të luftosh çdo ditë për të jetuar në rrugën e shenjtë. Pra këtu thuhet, asnjë papastër nuk do të kalojë nëpër të. Sigurisht, ideja është se kisha e Zotit Jezu Krisht kur të jetë zgjedhur, sepse për Zotin gjithçka është tani më e kryer. Kjo është kisha që është trupi i Krishtit, si mund të ketë mëkat? Nuk do të ketë mëkat, nuk do të ketë papastërti. Thuhet se është një rrugë e shenjtë, është trupi i Zotit, është kisha e Zotit dhe për këtë arsye asnjë i papastër është ai person që praktikon mëkatin. Thot se në për atë rrugë nuk do të kaloj asnjë i papastër, të ndryshe askush nuk do të praktikoj mëkatin, por vetë Zoti do të jetë me ta, me grupin, me kishën, me trupin e tij, dhe kushdo që ecën në këtë rrugë, edhe nëse është mendje shkurtër, nuk do të humbas sepse Zoti gjithmonë do ta drejtoj ose fryma e shenjtë do ta udhëzoj, orientoj, do ta drejtoj që të jetoj një jetë të drejtë, të jetoj një jetë të shenjtë, që të mos humbas, por të vazhdoj të ecë përpara derisa të arrijë përsosmërinë. Dhe ne çdo ditë po luftojmë për të arritur përsosmërinë. Ditën kur të na vi, të na surprizoj vdekja, atë ditë të jemi të gjithë të përsosur perfekt. Ditën kur Zoti të vendos të na marrë, që të kemi arritur përsosmërinë dhe të themi Zotit, Zot, unë jam gati, do të më marrësh sepse jam gati, jam i përsosur tani më. Kjo është ajo që ne do të bëjmë dhe do ta arrijmë me ndihmën e Perëndisë, prandaj ne nuk duhet të jemi kryelartë as rebel,
as mosbesues, as kokfort, por t'i kërkojmë Perëndis që të na jap zgjuarsi për të kuptuar rrugët e tij dhe ne me përpjekjen, me luftën tonë, duke qenë konstant të arrijmë atje te perfeksioni, te përsosmëria, sepse Perëndia ka thënë se ai do të ngrë kishën e tij të përsosur. Sigurisht ai do ta ngrë kishën të përsosur, sepse thuhet që është një rrugë e shenjtë që asnjë i papastër ose mëkatar nuk do të kalojë nëpër atë rrugë, por ka vetëm shenjtëri, po i referohet trupit të Krishtit. Ne dëshirojmë të jemi pjesë e trupit të Zotit Jezu Krisht. Zoti do të na ndihmojë sepse ai është i mëshirshëm. Mirë, vazhdojmë më tej. Mirë mbrëma motër, nderi të lavdia qoshim për Zotin që na lejon që të jemi pjesë e kësaj feste bashkë me ju. Pyetja ime bazohet në 2 vargje të Biblës, ato të Romakëve 7:18. Libri i Romakëve 7:18. Po. Sepse unë e di se në mua, do me thënë në mishin tim, nuk banon asgjë e mirë, sepse dëshira ndodhet tek unë, por të bëj të mirën nuk e gjej. Dhe vargu tjetër është ato të Filipianëve. Libri i Filipianëve 2:13. Po vëlla, lexoje. Filipianëve 2:13, sepse Perëndia është ai që vepron në ju edhe vullnetin edhe veprimtarin sipas përqimit të tij. Pyetja është, në mish besimtari don të bëjë të mirën, por nuk arrin ta bëjë atë. Dhe në cilë moment, për hir të vullnetit të Zotit, ne arrim jo vetëm të duam të bëjmë të mirën, por edhe ta bëjmë të mirën, dhe kjo ka të bëjë me luftën e besimtarit që është e vazhdueshme dhe që dëshiron të kalojë ato vështirësi, dobësitë e tij dhe të kalojë ato pengesat e jetës shpirtërore. Dhe ndonjëherë dhe pse luftojmë shumë nuk arrim ta realizojmë. Dhe tek Filipianët thonë gjithashtu që dhe në veprimtari, në bërjen, është e vullneti i mirë i Zotit, dhe në cilin moment ne arrim këtë? Ne gjithmonë duam të bëjmë të mirën. Por mishi yt në e pengon, në ndalon, ose armiku, djalli, po ashtu e pengon, duke vendosur pengesa në rrugë. Por ne dëshirojmë të bëjmë vullnetin e Perëndis, dëshirojmë të bëjmë të mirën, e dëshirojmë këtë. Por ka njerëz që dëshirojnë, por nuk përpiqen të kontrollojnë, të dominojnë ndjenjat e tyre, të kontrollojnë dëshirat, orekset e mishit, nuk përpiqen. Kjo është si në rastin kur mjeku i thot një personi, ti ke diabet, prandaj mos ha banane apo rrush sepse kanë sheqer dhe kjo të bën dëm, mos i ha. Dhe personi thot, më pëlqen shumë të ha banane apo rrush, dhe personi e di që nuk duhet i ha sepse sëmuret, ai dëshiron të bindet, dëshiron të heqë dorë nga këto ushqime, dëshiron të bindet për të mirën e shëndetit të tij, por mishi ja kërkon sepse mishit i pëlqejnë. Ky është oreksi, për të ngrënë bananet apo rrushin. Dhe personi lejon që ta udhëheq mishi nga dëshira sepse mishi po ja kërkon dhe nuk përpiqet të thotë jo. Unë nuk duhet ta ha këtë sepse më sëmur. Mjeku më tha të mos e ha sepse do të sëmurem dhe nuk do ta ha, kam dëshirë ta ha, por nuk dua dhe nuk do ta ha. Kështu që një lloj është lufta mes nesh dhe mishit ton. Ne po jetojmë në këtë trup mishi, ditën e vdekjes, mishi ynë vdes, por ne vazhdojmë të jetojmë. Ne vazhdojmë të jetojmë dhe aty atëherë themi, të jetoj po për kë? Për Perëndin apo për të qenë i humbur në fund? Por jemi këtu duke banuar në këtë trup mishi, prandaj ne duhet të jemi më të fortë dhe të dominojmë, të kontrollojmë mishin ton. Si në rastin e këtij shembulli të thjesht, ti themi vetes, mishi im më kërkon që të ha banane e rrush sepse i pëlqen, por unë nuk do ta bëj sepse duhet të kujdesem për trupin tim, për shëndetin.
kështu që nuk e bën personi. Një tjetër thot, le të sëmurem për do ta ha. Kështu është edhe me mëkatin. Kështu janë mëkatet, kështu janë dobësit. Këtë po thoshte apostulli Pali këtu. Ai këtu thoshte, unë nuk dua t'i bëj këto gjëra. Unë jam i vetëdijshëm që nuk duhet të bëj këtë dhe atë gjën tjetër, por mishi im që është i dobët, më tundon apo më fton apo më bën që të bie në këtë grack, në kurth, apo në këtë dëshira apo oreks, por unë nuk dua ta bëj dhe e bëra. Rash në kurth. Kjo është lufta që ne kemi vazhdimisht. Çdo ditë të jetëson ne kemi luftë me mishin ton dhe me armikun djallin gjithashtu, sepse kur nuk është mishi që na jep dëshirat, orekset për të bërë atë që nuk duhet bërë, atëherë është djalli që vendos kurthe, tundimet, gjërat që ne të bëjmë gabime dhe që të ofendojmë Perëndin. Dhe prandaj thoshte apostulli Paul që Perëndia na kishte dhënë autoritet mbi veten tonë. Se përse nuk e përdorim atë autoritet, atë fuqi që kemi, ta përdorim mbi vetveten për t'i thënë jo të keqes, jo mishit ton dhe gjithashtu jo të keqes kur armiku vjen kundër nesh për të na vënë kurthe, shumë probleme, duke përdorur çdo rrethant të jetës, duke përdorur njerëzit, duke përdorur rrethana çfarëdo qoftë për të ardhur kundër nesh. Atëherë Zoti Jezus gjithashtu thoshte, apo Zoti ynë, nuk e di nëse keni lexuar në librin e Zanafillës, kur Kainin dhe Abelin, që thot se Kaini vrau Abelin, dhe Zoti e pyeti Kainin çfarë kishte bërë përse, që t'i jepte shpjegime dhe Perëndia i thot Kainit, me të vërtet, dua të dish që mëkati po të ruante porta. Dhe njeriu duhet ta sundoj mëkatin. Njeriu është sundues i mëkatit. Njeriu mund ta dominoj dhe të largohet dhe të mos mëkatoj. Sepse mëkati nuk është më i fuqishëm se njeriu. Njeriu është më i fuqishëm se mëkati. Pra mëkati është aty te derat e porta dhe çdo njeri vendos nëse e bën mëkatin apo e largon nga vetja. Duke dhënë të kuptuar se ne mund të dominojmë mishin ton dhe gjithashtu tundimet që vijnë nga armiku dhe se nuk duhet të bëjmë mëkat. Duhet të reflektojmë dhe të mendojmë dhe të shohim pasojat në fund dhe të themi, mirë, nëse unë e lë veten të tundohem, e lë veten të kontrollohem nga kjo që ndjej, nga kjo dobësi, kjo që quhet mëkat, dhe unë bie në këtë grack apo kurth të djallit, atëherë çfarë do të ndodh në jetën time? Atëherë Perëndia do të më heq bekimet, premtimet e tij nuk do të përmbushen më, mund të humbas madje edhe jetën e përjetshme, jeta ime shpirtërore shkatrohet dhe unë do të përfundoj me shumë pasoja dhe familja ime gjithashtu, do ta bëj familjen time të vuajnë për shkak të sjelljes sime, duhet të mendoj dhe të jemi zgjuar dhe të them jo dobësive të mia, jo dhe të vazhdoj të eci përpara dhe të kem durim, të përulem, të toleroj, të lutem dhe t'i kërkoj Perëndis që të më ndihmoj, që të mund të rezistoj, që gjithçka që vjen në jetën time të largohet dhe unë të mos bëj gabime dhe të shkatroj ato që kam dhe ato bekime që Perëndia ka për mua, sepse Perëndia na ka dhënë autoritetin, autonominë për të dominuar dhe për të qeverisur veten tonë. Këtë po duhet ta kemi parasysh. Pra një person që bën mëkat është sepse është kapriçoz, sepse është kokfort, sepse është rebel dhe sepse nuk i intereson të rritet në jetën e tij shpirtërore dhe as nuk i intereson familja dhe njerëzit e tij, kështu që bie në kurth. Dhe nuk mund të thotë, jo, dobësia më mundi, dobësia është më e fortë, më e fuqishme. Ne jemi më të fuqishëm se çdo gjë. Mirë, shpresoj që vëllezrit dhe motrat të më kenë kuptuar, t'i kem thënë gjërat në mënyrë të kuptueshme. Vazhdojmë. Mi mbrëma vëllezër, mi mbrëma motër Maria Luisa dhe shoqëruesit e motrës son. Është një gëzim i madh dhe një lumturi motër të kemi këtu në Tampa.
Do të bëj një pyetje duke ju bazuar në librin e Efesianëve, kapitulli 1, nga vargu 15 deri në 18. Libri i Efesianëve, kapitulli 1, vargjet 15 deri në 18? Po, motër. Po, motër. Mund të lexoj? Po. Thot, prandaj edhe unë, që kur dëgjova për besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtorëve, shohim se si që nga kisha e hershme, apostulli Paul flet për shenjtorët. Dhe vargu 16, nuk pushoj së falenderuari për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia. Shohim se si sot ju, motër, nga thellësia e zemrës suaj, na shprehet se luteni për kishën dhe se jemi në lutjet tuaja. Vargu 17, që Perëndia i Zotit ton Jezu Krisht, Ati i lavdis, ju jap juve frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohurinë e tij. E dim se kjo është diçka e thellë, motër, për të arritur këtë shkallë shpirtërore. Duam që ju të na ndihmoni sot të kuptojmë këtë. Vargu 18, dhe t'ju ndriçoj sytë e mendjes tuaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij, dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët. A ishte kjo shpresa në atë moment apostullit Paul apo e Perëndisë son, ashtu siç është sot shpresa juaj, motër? Dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët? Cilat janë këto pasuri? Cilat janë këto trashëgimi që Zoti ynë ka për kishën, motër? Zoti ju bekoft. Faleminderit, motër. Mirë, do të lexoj këtu në vargun 15 sepse kuptoj se motra dëshirojnë që t'i shpjegoj vargjet më me detaje. Vargjet thonë, prandaj edhe unë, thot apostulli Paul, që kur dëgjova për besimin tuaj në Jezu Krisht, ai po i drejtohej kishës së Efesianëve dhe thot se ai kishte dëgjuar që atje në Efes kishin besuar në Zotin Jezu Krisht, po ashtu dhe ishin të përkushtuar për këtë kauzë. Dhe ai thot, nuk pushoj së falenderuari për ju duke ju kujtuar në lutjet e mia, që Perëndia i Zotit ton Jezu Krisht, Ati i lavdis, t'ju jap juve frymën e urtësisë. Ai po kërkonte që Perëndia t'ju jepte frymën urtësie dhe zbuleseje Efesianëve në njohurinë e fjalës së Zotit. Që Perëndia t'ju ndriçoj sytë e mendjes suaj, që të njihni se cila është shpresa, që ata të mund të kuptonin se cila ishte shpresa e asaj që ata kishin nisur, po ashtu si shpresa jon. Ne sot kemi një shpresë. Cila është shpresa që kemi? Shpresa jon është që një ditë kur të vijë vdekja do të jemi me Perëndin. Kjo është shpresa jon. Dhe këtu ai po kërkonte dhe lutej që ata gjithashtu, pasi kishin dëgjuar fjalën e Ungjillit dhe kishin nevojë që Perëndia t'u hapte sytë, t'u hapte mendjen, që edhe ata të kishin atë shpresë dhe ata të merrnin pjesë në ato pasuri të lavdisë së trashëgimisë që Perëndia ka për shenjtorët e tij. Pasuritë, lavdinë, trashëgimia që Perëndia ka për ne është të na jep çfarë? Jetën e përjetshme. Kjo është trashëgimia që Perëndia jep. Apostulli shqetësohej shumë për grupin atje në Efes, që ata të fillonin të kuptonin që Perëndia kishte një trashëgimi, disa pasuri përtej kësaj bote, përtej vdekjes. Dhe vargu 19 thot, dhe cila është madhështia, pra që edhe ata të kuptonin madhështinë e jashtëzakonshme të fuqisë së Perëndisë ndaj atyre që besojnë, sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij, sipas fuqisë së Perëndisë, ato bekime dhe ajo madhështi e Perëndisë që do të shfaqej jo vetëm te efesianët, por te çdo njeri që do të besonte në Zot, te çdo njeri që do t'i flitej për Zotin, për këtë plan të mrekullueshëm shpëtimi, të besuarit në Ungjillin e vërtet,
të qenurit i drejtuar nga fryma e Perëndisë, për të arritur një ditë ato pasuri, ato premtime të mrekullueshme dhe jo vetëm për efesianët, por edhe ne të mund të arrijmë atje në atë vend dhe të jemi me Perëndin duke gëzuar jetën e përjetshme. Kjo është shpresa jonë. Dhe kjo është ajo që Zoti dëshiron për të gjithë ne, sepse ai nuk bën dallim midis njerëzve, të thotë është vetëm për X-in apo për Y-in ose vetëm për këtë shtet, jo. Ai thotë kushdo që beson, cilado qoftë raca, kultura, ngjyra, gjuha, Zoti nuk do të shikojë këto gjëra, do të shikojë zemrën e një personi që e do atë, që beson atë, që ka besim te Zoti dhe që përlëvdon emrin e tij. Falenderojmë Perëndin sepse jemi këtu, sepse e di që këtu ka njerëz nga shtete të tjera, jo vetëm nga Kolumbia, por nga vende të tjera, dhe Perëndia na shet të gjithëve me një zemër me dashuri, dhe të gjithë jemi një zemër për Perëndin. Vazhdojmë tutje, pyetje tjetër. Motër Maria Luiza, me shumë dashuri, Zoti ju bekoft. Dua të lexoj në librin e Efezianëve, kapitulli 2, vargu numër 7, që të tregoj në kohë që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Motër Maria Luiza, në shumë vargje të Biblës, duke filluar nga Zakaria, Romakëve, Tito, Zoti flet rreth hirit dhe unë do doja që ju të na shpjegonit në lidhje me hirin e Perëndisë dhe se si mund veprojmë ne që Zoti të na japi atë hir që kur ne t'i flasim një besimtari, një personi, ai të besojnë atë që ne po i themi dhe të konvertohet me aq thjeshtësi, ashtu si ju kur na flisni, që ne i kuptojmë të gjitha gjërat që ju na flisni. Kjo është pyetja ime. Si ne mund të kemi hirin e Perëndisë? Dhe është një fjalë që përsëritet shumë në Bibël. Mirë, kur thuhet se jemi të shpëtuar nga hiri, kjo është sepse Zoti nuk kërkoi asgjë në këmbim për të shpëtuar njerëzit e tij, për të formuar kishën e tij apo popullin e tij. Thuhet se thjesht njerëzit fituan hir përpara Perëndisë dhe duke pasur hir në sytë e Perëndisë, Perëndia i përzgjodhi. Atëherë edhe ne mund të themi se kemi fituar, kemi gjetur hir përpara Perëndisë son, në sytë e tij dhe për këtë arsye jemi këtu të mbledhur si kishë, sepse kemi fituar, kemi pasur hir. Zoti ndonjëherë thotë, unë do të t'jap hir që të kesh hir apo nur përpara kishës edhe përpara njerëzve të botës. Hiri apo nuri është si një bekim që Perëndia jep. Është si një bekim që Perëndia na jep neve që të kemi atë nur dhe që Perëndia na ka parë me pëlqim. Na ka parë neve me pëlqim. Kjo është ajo që ka të bëjë me hirin, që Perëndia na ka parë me pëlqim, jo sepse kemi bërë mrekulli dhe as kemi bërë kaq shumë gjëra për të, por thjesht sepse na ka parë me pëlqim, ka parë me pëlqim çdo person, mënyrën e të qenurit, mënyrën e të menduarit, mënyrën e të folurit. Kjo pra, personi gjeti hir apo fitoi hir përpara Perëndisë dhe Perëndia e zgjodhi sepse kjo ju duk e mirë. Kjo është. Prandaj, pas kësaj gjëje, Perëndia bën që ne të gjejmë hir apo të kemi nur përpara njerëzve, që njerëzit të thonë, mirë, unë pranoj që ky person të flas, të mësoj, të më korrigjoj, të më këshilloj, e pranoj këtë person. Nuk do të themi se është një dhunti frymërore, por është një dhunti, një dhuratë që Perëndia ua jep të gjithë besimtarëve që të mund ne të punojmë për Perëndin, të mund të shkojmë mirë në shoqëri mes njerëzve në komunitet dhe që të mos të na refuzojnë, të mos dyshojnë tek ne, por që njerëzit të na besojnë sepse Perëndia ka vendosur ose do të vendos atë nur apo atë hir tek ne. Atëherë njerëzit do të na shohin ndryshe dhe do të na pranojnë, do të pranojnë mësimet tona ose predikimet tona.
Ky është hiri apo nuri, dhe thuhet se Perëndia për të shpëtuar, për të formuar popullin e tij apo kishën e tij, thjesht zgjodhi një grup me njerëz nga i gjithë bota, dhe thuhet se kjo është sepse secili gjeti fitoi hir përpara tij dhe ai zgjodhi falas, do me thënë pas gjë në këmbim, pa që nevoja që personi të thotë Zot, unë do të jap këtë gjë që ti të më shpëtosh. Ky është ai që quhet hir, vullnet i pastër i Zotit. Mirë, kalojmë tek pyetja e fundit për sot. Motër Maria Luisa Mimbrëma, ju falenderoj që gjetët kohën që të mund ta shoqëroni sot. Motër, kam një pyetje personale dhe duhet të lexoj një varg nga Gjoni i parë, kapitulli 5, vargu 14 dhe 15. Dhe thotë, dhe kjo është besimi që kemi në të, që nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, na dëgjon. Dhe po, ne e dim se ai na dëgjon në çdo gjë që i kërkojmë. Ne e dim se kemi kërkesat që i kemi për atij. Dhe nuk e di që Zoti na dëgjon kur i lutemi atij për ndonjë antar të familjes që është i sëmur. Por ndonjëherë nuk është vullneti i Zotit dhe ai e merr qenien e dashur. Kam vajzën time 7 vjeçare dhe më është dashur të flas me të për një humbje në familjen tonë. Është pak e vështirë për ta shpjeguar pasi nuk kam humbur kur dikë kaq të afërt dhe pyeta Zotin që të mund të më vendoste fjalët që t'ia shpjegoja dhe që në pafajësinë e saj të mund ta kuptonte pasi ata janë kaq të vegjël dhe nuk dinë për vdekjen. Motër, në ndërtimin e kishës dhe në të gjitha kishat ka shumë fëmijë dhe unë imagjinoj se në shumë shtëpi, si në të timen, ne nuk e prekim temën e vdekjes me fëmijët tanë dhe do të doja me mençurinë që Zoti ju jep dhe fjalët tua që janë gjithmonë të përsosura dhe si nën si mund të flas me të vegjëlit tanë për humbjen e një anëtari të familjes pa dëmtuar pafajësinë e tyre dhe jetën shpirtërore, por në të njëjtën kohë të kuptojnë se Zoti lejon këto gjëra të ndodhin, të jenë më të përgatitur dhe ne të jemi më të përgatitur si prindër dhe si vëllezër të kishës. Mirë, le të kemi parasysh që fëmijët ata ende nuk e kanë atë aftësi për të vuajtur shumë apo për të hidhëruar shumë. Fëmijët deri në një moshë të caktuar nuk e kuptojnë shumë mirë çështjen e vdekjes. Ata e marrin si diçka normale, natyrale, pyesin çfarë ndodhi me gjyshin, gjyshen, xhaxhain, hallën. Ajo shkoi pranë Perëndis. Perëndia erdhi për të dhe e mori. Dhe fëmia thot, sa mirë, në rregull, mirë. Vetëm para adoleshencës fillojnë të kuptojnë pak më shumë, por në atë moshë ata e dinë punën e vdekjes, për ta nuk është kjo diçka e re, e kanë dëgjuar, e kanë mësuar, nuk ka problem. Por fëmijët e vegjël, ata nuk e kuptojnë, ata nuk do të fillojnë të qajnë dhe të vuajnë shumë, sepse ata nuk e kuptojnë mirë këtë. Dhe nëse një i rritur u shpjegon se Perëndia e mori, ose se Perëndia donte që personi të gëzohej duke qenë me Perëndin, të gëzohej pranë tij, atëherë aq më pak fëmijët nuk do ta kenë këtë problem. Ata gjithashtu mësojnë në kishë, fëmijët mësojnë me gjithë mësimet që jepen, mësojnë për vdekjen, lidhur me të qenurit me Perëndin ose të mos qenurit me Perëndin, ata mësojnë po ashtu, kështu që nuk duhet të shqetësohemi në këtë aspekt. Mirë, vëllezër dhe motra, do të donim të vazhdonim, por mirë, le t'u lëm mundësinë dhe vëllezërve dhe motrave në vendet të tjera për pyetjet që vazhdojnë të mbeten. Dhe shumë faleminderit, sepse Perëndia më lejoi të vi dhe të jem këtu me ju. Ju vëllezërit dhe motrat, po ashtu që shohin videon, ta shijojnë po ashtu momentin e pyetjeve, të mësuarit, çdo ditë nga këndvështrime të ndryshme rreth rrugës që ne po ndjekim, rrugën që jemi duke përshkruar dhe që duam një ditë të arrijmë në objektivin përfundimtar në këtë rrugë që është konstante. Dhe le të na ndihmojë Perëndia t'ju ndihmojë të gjithëve ju që të gjithë të arrijmë atje, te qëllimi, te objektivi, të arrijmë në fund dhe të themi ja dolëm. Kështu që duhet të lutemi dhe t'i kërkojmë Perëndis që të na ndihmojë që armiku të mos vi dhe të na nxjerrë nga kjo rrugë kaq e bukur që po ndjekim, rruga drejt jetës së përjetshme. Do të lutemi për sot dhe do të paraqesim
nevojat tona, kërkesat, dëshirat e zemrës përpara pranisë së Zotit. Nëse keni sëmundje, nëse ju tani më e dini sëmundje të pashërueshme, probleme, vështirësi, sterilitet, gratë, problemet e burrave, po ashtu probleme edhe me frymra të liga, magji, mallkime, gjithçka që ju mendoni se po ndjeni, se po përjetoni, që ju bën të vuani, që e dini se po vuani për shkak të kësaj, në këtë moment ju përqendrohuni dhe flisni me Zotin. I flisni Zotit dhe i thoni Perëndis që t'ju dëgjoj, që t'ju plotësoj dëshirën që ju keni, që Zoti të largoj sëmundjen ose të heqë mallkimin, magjit, që Zoti të bëj mrekulli në trupin tuaj, në çdo organ që mendoni se është i smur, se është i dobët, çdo situatë ka gjithashtu probleme, papunësie, mungesë strehimi, borxhe, mirë, probleme me bizneset, shtëpit, ka kaq shumë gjëra që ne na nevojiten. Të gjitha këto t'i paraqesim përpara pranisë së Perëndis, mos dyshoni që Zoti është pranë jush, është aty pranë jush duke ju dëgjuar, duke ju parë për çfarë keni nevojë ju, që Perëndia t'ju a jap. Perëndia ndonjëherë bën mrekullin me njëherë dhe ndonjëherë vonon pak dhe me kalimin e kohës ndodhin gjërat, por ju mos dyshoni. Nëse keni sëmundje i thoni Zotit, Zot më vendos duart në kokë, më vendos duart, më largo këtë gjë, më largo atë gjën tjetër ose më ndihmo të zgjidh këtë problem. Kështu mund të lutemi Perëndison, le të lutemi. Atë i shenjtë, atë qellor, krijues i qiejve dhe i tokës, Perëndia ynë i përjetshëm, Perëndia ynë që krijove universin, që sundon universin, që je Zoti i gjithë krijimit. Ti, Zot, që përulesh për të na parë ne qenieve njerëzore. Përulesh për të na parë, përulesh për të na dëgjuar, për të dëgjuar lutjet tona, thirrjen tonë, nevojat tona. Zot, ne nuk jemi të denjë që ti të na dëgjosh dhe të na bekosh dhe të na japësh ato që të kërkojmë, dëshirat tona. Por mëshira jote është kaq e madhe, premtimet e tua janë besnike dhe të vërteta. Dhe për këtë arsye ne vim tek ti, sepse njohim dashurinë tënde dhe durimin tënd, dhe se ti na dëgjon, Zot. Dhe që me siguri ne nuk jemi të denjë për të pasur bekimet e tua. Me siguri, ndoshta ndonjëri nga ne jeton duke mëkatuar, duke pasur dobësi, gabime, kokfortësi, kapriço, apo në kryenetësi, por ti, Zot, je aty për të pasur durim, për të falur dhe për të treguar mëshirë, sepse ti, o Zot, je i mëshirshëm, dhe dashuria jote është kaq e madhe. Atë qellor, ne duke besuar te dashuria dhe mëshira dhe tek durimi yt, në këtë mbrëmje, të gjithë paraqitemi para pranisë tënde, secili, çdo vëlla, çdo motër ka një kërkesë, ka një dëshirë në zemrën e tyre, ka secili një problem, një vështirësi, diçka për të zgjidhur. Disa janë të smur, disa kanë sëmundje të pashërueshme, ose familjarët e tyre, apo ata që nuk mund të vinin, janë me sëmundje të pashërueshme, të tjerët vuajnë nga trupi i tyre, nga organet e brendshme, ose edhe nga pjesa e jashtme e trupit të tyre, lëkura, flokët.
shikimi, dëgjimi, janë sëmundje të ndryshme, Zot, nga të cilat vuajnë shumë prej tyre. Dhe gjithashtu, Zot, ka sterilitet në burra apo në gra, të cilët nuk mund të kenë fëmijë dhe që të luten ty për të pasur fëmijë. Dhe ti me siguri u ke bërë premtime që do t'i bekosh, që do t'u japësh fëmijë. Nëse ti ke folur, nëse ti ke premtuar, ashtu do t'jetë, o Ati i shenjtë. Të gjitha këto bekime, të gjitha këto nevoja, që të gjithë të pranishmit i paraqesin në pranin tënde, Zoti im, mëshira jote, vullneti yt. Nëse është për të mirën e tyre, Zot, që ti t'i bekosh, nëse ti do të bekosh, të pastrosh, të heqësh gjërat që i mbajnë të lidhur, zinxhirët, prangat shpirtërore, nëse ti do bëj shërime të sëmundjeve të ndryshme, nëse do të ngushëllosh gjithsecilin, të plotësosh dëshirat dhe kërkesat e tyre, Ati i shenjtë, dhe gjithashtu bekimet materiale, për ato gjëra të cilat ka nevojë disa prej tyre, punë, para. Ndihmo, Zot, secilin sipas nevojës së Ti, Ati im, në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur, Zot, të kërkojmë që të shtrish dorën tënde të fuqishme mbi çdo person, çdo burr, çdo grua, çdo fëmijë, çdo të moshuar, çdo moshë. Shtrije dorën tënde të fuqishme, ki mëshirë, Zot. Dëgjoj lutjen. Dëgjoj përgjërimet e gjithsecilit, Zot, ki mëshirë për të gjithë ne. I bekuar qoftë Zoti, bëj mrekulli dhe shenja dhe gjithashtu të kërkoj, Zot, të dërgosh fuqinë e frymës tënde të shenjtë mbi ata persona që akoma nuk e kanë marrë frymën e shenjtë, që nuk i kanë dhuntit frymërore, por që ti, Zotim, do t'i bekosh me këtë bekim të mrekullueshëm dhe të madhërishëm, Zoti im, që ti, Zot, t'i mbushësh me fuqinë e frymës tënde të shenjtë të gjithë ata. Jepu fuqinë nga lart, jepu aftësi, Zot, hiq kurthet e armikut, hiq, Zot, frymrat e ndyra që vijnë për të torturuar shumë persona dhe për t'i mashtruar me ëndra të rreme, me vegime ose me profeci të rreme. Shkatro veprën e të ligut dhe jepu, Zot, frymën e shenjtë, dhuntit frymërore, për sosmërinë që të gjithë të arrijmë në unitetin e frymës, që të gjithë të arrijmë të bëhemi një trup i vetëm, trup i Zotit, që të gjithë të shndrohemi, Zot, në një trup të vetëm, një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagzim. Ati im, na ngri, na forco, pastro gjithsecilin dhe mbushi me fuqinë e frymës tënde. Largo, Zot, gjërat që i mbajnë lidhur, hiq pengesat dhe shkatro zilin e djallit, shkatro zilin e armikut dhe beko secilin, pastro dhe çliro, faleminderit, Zot. Qué glorioso es andar con él, qué glorioso es hablar con él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con él, qué glorioso es andar con él, qué glorioso es hablar con él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con él, qué glorioso es andar con él, qué glorioso es andar con él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con él. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es.
El gozo del Señor, fortaleza es. El gozo del Señor, fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Su gozo sin medida Él te da. Lavdi dhe nderim për Perëndin ton. Falenderit të plot fuqishmit. Falenderit Perëndis ton. Shumë falenderit vëllezër dhe motra. Ju dua me gjithë zemër. Falenderit dhe le të vazhdojmë të ecim përpara në emër të Zotit. Bekime për të gjithë ju. Zoti ju bekoft. Falenderit.